Para se të blija motorin tim parë, kam qenë shumë i fiksuar mas ngjyrës së kuqe dhe Ducati tek motorat, sidomos modeli Monster. Mirëpo, motori im i parë ishte një Suzuki Gixxer 600. Kjo pasi qenë momentin që e pash, më pëlqeu shumë si motor edhe si thua rash në dashuri me shikim parë. Normalisht motorin nuk e kam më sot pasi e kam ndruar dy motora, por kam qëndruar tek japonezët për shkak të eksperiencës së mirë që kam pasur me motorat japonez. Por ndihem krenar që në platformën që unë kam ndërtuar, që është një treg online për motora, një ndër listimet është dhe një Ducati siç e shikoni këtu. Ky është pikërisht një model Monster i vitit 2024 dhe që shitet vetëm për 12.000 euro. Këtë mund ta gjeni në platformën motoverse.app.